Nga gjërat e para që Zoti ka krijuar është penda. Allahu i tha pendës: shkruaj dijen time rreth krijesave të mia që do të ekzistojnë deri në ditën e Kiametit. Zoti e ka lënë njeriun të lirë të zgjedhë çfarë jete don të bëj, duke ja treguar çfarë është e keqe e çfarë është e mirë, edhe pse dija e tij përfshin çdo gjë. Njeriu i parë që ka përdorur pendën, ai është pejgamberi Idris. Fjala dije është përmendur në Kur'an 80 herë. Zeid ibn Harith, një shok i profetit a.s. e ka mësuar një gjuhë të huaj brenda 18 ditëve duke e folur atë rrjedhshëm. Fjala e parë që ka zbritur në Kur'an është lexo. Pejgamberi ynë na mëson ta kërkojmë dijen nga djepi në vdekje. Shkenca e ka vërtetuar se miri, ajo që mban trurin më mirë gjallë, është leximi. Mësojeni pra Kur'anin dhe hadithin, thënien e profetit a.s. që ta kuptoni fen akoma më mirë. Edhe Zoti ja mësoi Ademit emrat e krijesave dhe i pajisi atë me dituri për gjithçka që i duhej në këtë jetë. Pra një musliman është besimtar i mirë, dietar i mirë dhe i kompletuar me gjithçka që i duhet në jetë.